Ju përshëndes të gjithëve. Ti di aty janë se më fut live. Po do të dalësh në live? Faleminderit shumë. Faleminderit. Si jeni një vit të mbar, një vit të mbar. Po shihemi live në erdhën dhe vendi këtu. Deti sot është pak mua më duket shumë i bukur edhe kështu në të gjitha format e tij. Po, u riktheva, mirë se u riktheva, më thamë riktheva në fakt. Çfarë thotë këtë rast? Mirë se u gjeta, ëh? Kam edhe Edin këtu përballë, domethënë fillojmë normaliteti, siç kemi bërë atë serinë e maratonën me live, atë do bëjmë vazhdimisht derisa ta arrijmë atë qëllimin që ne duam. Sot po pi një kakao. Edhe ujë. Si jeni? Uroj një vit të bekuar për ty që je duke ndjekur këtë live ose këtë video pak më vonë sepse unë do ta ruaj. Pse doja që të vija live sot? Vendosa që do bëj një seri me live, por si fillim dua t'ju njoftoj edhe t'ju informoj për gjithçka që ne do bëjmë gjatë këtyre ditëve që do jemi live. Do jetë një zhvillim i plot personal, por në një këndvështrim ndryshe. Unë vetë rrugtimin tim të zhvillimit të vetes, sepse rrugtimi im nuk është se ka ndaluar ndonjëherë, vetëm se jam mentore nuk do të thotë që kam ndaluar zhvillimin e vetes, përkundrazi e kam përforcuar akoma më shumë, sepse është përgjegjësia e madhe që kam dhe për njerëzit e tjerë që marr përsipër t'i ndihmoj dhe t'i udhëheq. Kështu që zhvillimi im personal konsiston në 3 muajt e parë të vitit, një punë e brendshme, e kthejmë fokusin te vetja, dhe muajt e tjerë fillojmë krijojmë, dalim aty jashtë, ekspozohemi më shumë. Përfshihemi në projekte të reja, dalim nga zona e rehatis. Por 3 muajt e parë ne fokusohemi plotësisht te vetja. Fokusohemi plotësisht te puna me hijen. Sot ushtrimi im ka qenë i tillë. U futa te zyra, që kam aty në shtëpi, në atë këndin tim, siç e pat dhe në story, punova me hijen, punova me mirënjohjen, 5 faqe, vetëm shkrim nuk ndalonte në dora. Duke shkruajtur, sepse ne kemi shumë për të shëruar, për të çliruar nga vetja. Kështu që, duke marrë parasysh që për mua viti i ri nuk fillon në janar, energjia ime nuk përshtatet me këtë vrullin e madh në janar që ne konsistojmë shumë në të bërë gjërat aty jashtë, të tregojmë që ne vlejmë, të nxjerrim projekte të reja, të guxojmë, ta shtyjmë veten, pra energjia e këtij viti është energji e tillë që nuk përshtatet më me këtë lloj energjie maskullore shoqëruar me stres. Kur them energji maskullore, kam fjalën ata që e dinë që merren me meditime, të kanë punuar me veten, e dinë që te çdo njeri është energjia femërore dhe energjia maskullore. Energjia femërore është ajo energji që është magnetike, tërheqëse, manifeston. Energjia maskullore është ajo energji që ne shtyjmë veten ecim para, por në 2026 nuk do punojmë me këtë lloj energjie, do punojmë me një energji maskullore më të qetë. Një energji maskullore që do jetë më ti do fokusohesh më shumë te ana jote e butë, jo te ana jote e ashpër. Ti do I manifestosh gjërat nga një vend I sigurisë, jo nga një vend I boshllëku dhe I mungesës. Prandaj, për mua viti I ri fillon në mars, kur trupi është gati që të shpërthej, kur jeta, natyra, universi është gati që ne të shpërthejmë. Në janar, prandaj është akoma dimër, prandaj është koha kështu, ne nuk duhet ta shtyjmë veten për te mundësive që trupi ka. Gabimet që unë kam bërë në vitet e mëparshme do I ndaj në këtë seri live. Gjërat që unë do bëja ndryshe do I ndaj në këtë seri live. Është 100% falas, e bëj me dëshirën e mirë që kam për të ndihmuar ty, që ti mos të bësh të njëjtat gabime. Ky është mentori fundja, I provon gjërat vet, pastaj I ndan me të tjerët. Kështu që do jemi live nga nesër në vazhdim, për orarin do përpiqemi të kapim orën 9:30 sepse është më qetë këtu te kafja, ora 9:30 është më mirë, çojmë vajzën në kopësht dhe ne kemi mundësi të fokusohemi te live-i. Kështu që nga nesër në vazhdim në orën 9:30, kur them në vazhdim I bie premte shtunë, të dielën do jetë pushim, edhe do vazhdojmë të hënën. Do jemi vazhdimisht live. Për këtë arsye doja më shumë t'ju përshëndesja, të filloj dhe unë atë rutinën time sepse kam energji që dua ta nxjerr aty jashtë, duke marrë parasysh që po punoj me veten dhe dalin ide, po punoj me veten dhe dalin metoda, mënyra, gjithçka që mua më ndihmon më shumë. Dhe për këtë arsye dua t'i ndaj të gjitha me ju, me ty, që po ndjek këtë live ose po ndjek këtë video të ruajtur pak më vonë. Dhe më shërbesh pak ujë se kam vënë kremin, edhe më rrshkasin duart. Faleminderit.
Thank you, mjefton. Se bëre ujë varë. Po pse që ndorën kështu lart? Të bëja të zhurmën e taruse. Asgjë s'ma acaron 2026. Ne kemi nis vitin në la makina, kisha harruar redi blokazhi ndezur. Ishte nga liçeni për ecjen e parë në la makina. Unë që vetëm qeshja isha rehat, se kisha problem. Data 4 në utsha goma e makinës. Isha rehat. Që edhe mund të zihesha me Edin, jo në 2025 do kishte bërë për ujë të ftohtë, s'ma acaron asgjë. Qiu. 2026 është shumë vit i bukur. Në me thënë energjinë që kemi jetësore ta përdorim për të krijuar. Tani, cili është plani i punës, sepse nisa dhe dua ta përfundoj shpjegimin. Do jetë një zhvillim i plot personal, nisur nga klasa e parë. Pra imagjinoje si tamam si një shkollë mbaron klasën e parë, do njihesh me ato konceptet kryesore të zhvillimit personal, konsistoj më shumë te emocionet e ulta në klasën e parë, ankthi, frika, pasiguria, boshllëku, mungesa, ajo mpirja emocionale, sikur nuk e vullnet dhe dëshirë për të bërë asgjë. Pra, kjo do jetë faza e parë. Pastaj më tej do vazhdoj me riprogramimin, ndryshimi i bindjeve, ndryshimi i bisedës që bën me veten, ndryshimi i imazhit, si e shikon ti veten tënde. Guximi për të qenë vetvetja, pastaj do kalojmë te vetbesimi, zhvillimi i potencialit maksimal njerëzor, duke u lidhur me intuitën dhe me esencën tënde shpirtërore, sepse ti nuk je thjesht një trup fizik, po ne dimë që ti je energji në një trup fizik. Pra, je shpirti, drita e Zotit në një trup fizik. Kështu që i gjithë rrugtimi i zhvillimit personal do konsistojë në një shpjegim të detajuar, aq se do na lejoj dhe koha në fakt, çdo ditë këtu në Instagram live. Dhe gjithashtu, çfarë kam menduar, datat nuk i kam përcaktuar ende, por janë të planifikuara 2 seminare që do jenë në Zoom. Zoom i ka një kapacitet dhe këtë herë kam lënë vetëm 300 persona. 300 personat e parë që do kenë mundësinë të bashkohen menjëherë te linku që unë do i ndaj te grupet e WhatsAppit, ata persona do ndjekin seminaret 100% falas. Një do jetë për ankthin, teknika, ushtrime, ta edukojnë veten çfarë është ankthi, të ndihmojnë veten ata persona që s'e kanë mundësinë ta bëjnë me trajnimin që unë ofroj me pagesë. Dhe seminari tjetër është për manifestimin, për energjinë, për manifestimin, për të krijuar realitetin që ne dëshirojmë dhe ky gjithashtu është falas. Është kapaciteti 300 persona, kaq që kam lënë, punoj vetëm me 300 persona dhe do zgjasë diku te 1 orë gjysmë 2 orë në Zoom. Datat do i vendos dhe do i njoftoj këtu në story. Kështu që këto janë çfarë do bëj unë për ju në muajin janar, muaj i shkurt është pastaj muaji që unë bëj pothuajse shutdown, do me thënë fokusohem shumë te trupi, fitnessi që tani e kam filluar, po 4 javë të para nis pak më ngadalë, më shumë ai drenazhi limfatik, ushtrimet e lehta për të aktivizuar trupin, për t'i dhënë trupit siguri dhe dashuri dhe qetësi, sepse kur ti je shumë mbi peshë, nuk ke nevojë ta shtysh veten fort, po ke nevojë ta pastrosh nga ndjenjat e turpit, nga ndjenjat e fajit, ke nevojë që ti ofrosh trupit një siguri, atëherë fillon dhe humbet peshë, dhe muaj i shkurt filloi pak më fuqishëm programi i palestras ose i shtëpisë me pesha. Në fakt në shtëpi kam pothuajse të gjitha pajisjet që më duan, por se di nëse do shkoj me Edin në palestër apo do e bëj vetë në shtëpi, akoma se kam vendosur. Dhe pastaj muaj mars është shpërthimi. Muaj mars është shpërthimi. Kam një projekt të ri shumë të bukur, të fuqishëm, por që do e ndaj me ju kur të ndihet energjia gati e përshtatshme. 4 ora. Kështu do me thënë. Të hap komente tani, nëse dikush do të shkruaj diçka ta shkruaj, nëse dikush ka pyetje mund të na i drejtoj. Do të më bësh në një pyetje për të hapë vitin, se ti i ke qef këto pyetje që më bën gjatë live-it. Harrova të përmend datat e trajnimeve, që përveç këtyre çfarë përmenda kemi dhe datat e trajnimeve, trajnimi për të menaxhuar anktin datën 14, trajnimi për të limitet në datën 18. Ka dikush pyetje? Ke dikush? Po, dikush pyet që trajnimet janë në grup, akoma nuk e di, apo bëhen në grup apo individual. Si është pyetja? E ka bërë tani në live? Jo, në live, në stafi. WhatsApp? Jo. Në WhatsApp? Dhe çfarë kam pyetur? Që trajnimet janë në grup apo individual? Trajnimet e datave 14-18, po kam folë për trajnimet, ndoshta janë persona të rinj, ndoshta që njerëz shkruajnë tani. Për trajnimet 2 fjalë, se s'dua ta nis me trajnimet që sot, më fakt kemi ditët në vazhdim, por që trajnimet janë të gjitha individuale.
Pra puna nuk mund të punosh ti me emocionet e dikujt apo me problemet emocionale apo të shëndetit mendor në grup, nuk mund të trajtosh njerëzit në grup. Po në grup ti mund të bësh një seancë motivimi, po trajnimet e mi nuk janë trajnime motivues. Vetë roli im, unë nuk jam këtu për të motivuar njerëz. Unë të tregoj rrugën dhe për ata që janë trajnimet e mia private, rrugën e bëjmë bashkë. Kështu që trajnimet sigurisht janë individual. Secili ka kaluar një rrugë shumë unike në jetë, secili ka bllokimet e veta, secili ka pasiguritë. Çdo njeri ka nevojë për atë esencën, mënyrën se si ti do japësh dashurinë, mënyrën se si ti do japësh zgjidhjen e problemit, do japësh në një mënyrë unike. Kështu që trajnimet janë individual, nuk jemi njësoj, jemi unik. Lira thot, përshëndetje Jona. Po të ndjekim të tre dhe po na vjen dritë në shtëpinë tonë shumë dashurit dhe përshëndetje për të tre ju. Edhe uroj që ta keni nisë sa më mbar vitin. Live-et çfarë orari do kenë? Besoj në orën 9:30 dhe do përpiqem ta kap si orar orën 9:30 në mëngjes dhe do e nisim sikurse ju thash. Po do njoftoj në story, do jemi në story vazhdimisht me shpjegime. Është pak, shiko, flitet pak për këtë efektin që dikush dorëzohet dhe heq dorë që pa nisur viti. E di pse shumica e njerëzve në shkurt kanë heq dorë nga ëndrat e tyre? E ke pyet ndonjëherë veten? Do të thotë që kohën pak edhe nga pjesa e kohës. Ja të ta shpjegojmë pse shumica e njerëzve nga ato qëllimet për të ndryshuar veten, nga ato qëllimet e mëdhaja për të ky do jetë viti im, themi në fund të dhjetorit, në fillim të janarit në shkurt kemi heq dorë. Themi se vitin tjetër do jetë viti im, se nuk më eci këtë vit. E di pse ndodh kjo? Sepse heqin dorë shumë shpejt. Heqin dorë shumë shpejt, ja pse ndodh, sepse fillojnë shumë shpejt. Është një lloj si të presësh dikë te dera. Të presësh dikë, një person e ke ftuar dhe do vi. Dhe ti normalisht do e hapësh derën kur të bie erzilja, kur të trokasi ai personi te dera. Çfarë bën ti? Nga që nuk të rrihet dhe nuk të pritet dhe nuk je informuar, ti shkon e hap derën para kohë. Normalisht që nuk do e shikosh. Do e hapësh një herë, 2 herë, 3 herë, s'është aty ai personi ti heq dorë, po nuk do vi asnjëherë. Por ai do vi në kohën e vet. Pra, kur ai vjen ti shkova te dera, mos as. Jo, domethënë ti jeni para kohë të gjithë këtë trupi, sistemi i energjisë që ne njerëzit kemi nuk përshtatet me këtë punën e vrullshme me veten e janar. Shikoj si shkruaj, natyra po fle gjumë. Universi po fle gjumë. Universi jo, për atë punë pa natyra, këtu në këtë realitet. Po fle gjumë, është shi. Është koha e tillë, nuk po them të rrim shtrirë në divan, mos nuk e kupton. Do i bëjmë të gjitha, po do i bëjmë një qasje pak më të butë, jo kaq të ashpër, sepse ashpërsia vjen me fuqinë. Ti ke shumë energji krijuese dhe shumë fuqi në prill, në maj, në qershor, gjatë verës. Pra mund të ndjekësh ritmet e natyrës, për këtë e kam fjalën. Energjia jon përshtatet me ritmet e natyrës. Ne jemi pjesë e natyrës. Ne nuk jemi të shkëputur nga natyra. Dhe nëse ndjekim ritmin e natyrës, shkëlqejmë. Di çfarë, ne kemi edhe këtë frikë që mos e humbas kohën. Pra ta nis një janar që të jem para të tjerëve, ta nis një janar që të kap ritmin, ta nis një janar që kur të vi marsi ti ke bërë të gjitha. E di se sa larg të çon, sa para të çon në jetë, sa lart të ngrë në nivel energjie, në financa, në gjithçka. Kur ti punon 3 muaj me veten, janar, shkurt, mars, punon ti me brendësinë tënde, në prill të shkëlqen. Ti mund të nxjerrësh aq shumë para në prill sa dikush tjetër nuk i ka nxjerrë në 3 muaj. Pse? Sepse ti je në kulmin e energjisë tënde, je në kulmin e shkëlqimit. Dhe ky është kulmi i shkëlqimit. Kur je në ritmin e natyrës, përshtatesh me natyrën. Kështu që unë asnjëherë se kam besuar këtë propagandën që erdhi janari, forca, jo. Jo, e di që shumë persona nuk ju rekomandon Instagramin që unë jam live dhe nuk del, sepse unë kam qenë pasive për shumë gjatë në Instagram. Edhe Instagrami, algoritmi do mësohet me këtë idenë që ky profil po hyn live, është aktiv, njerëzit po ndërveprojnë, edhe pastaj do filloj do jetë pak më, do ja sugjeroj dhe njerëzve të tjerë. Kështu që unë do ta ruaj. Edhe do shpërndaj edhe te grupet e WhatsAppit që ata që kanë nevojë të informohen se si do vijë kjo puna me veten. Madje e di si është puna, se i kam shumë bezdi këto. E nisën fuqishëm ose në nëntor nga që në ka ardhur më i hundës nga viti kaluar, në nëntor themi do bëj namin në janar. Ky është janari që ti do bie namin. Ky është. Jemi këtu përballë dhe flasim, erdhi janari. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
është shumë e rëndësishme që ne të jemi të sinqert me veten, në një mënyrë më të butë, jo të ashpër. Në vërtet energji maskullore që ti do ta shtysh veten, po energji maskullore pak më e butë, sepse mjaft të kemi shtyr veten, mjaft të kemi detyruar veten të bëjmë gjëra që nuk duam t'i bëjmë. Është shumë e rëndësishme të ndjekim ritmin e intuitës, ritmin e trupit, ritmin e zemrës, jo të trurit, se truri thotë riulur se ke kohë, jo. Ritmin. Marsi thot, dje lexova 10 faqe nga libri Manuali i Menaxhimit të Ankthit, më kënaq zemra. Marsi, faleminderit për besimin dhe për vlerësimin. Jam shumë e lumtur që e ke nisur siç duhet ta nisësh vitin. Ela thot, mirë se u ktheve, mirë se ju gjeta. Atëherë Dorina thot, shumë e vërtet, Jona e ka mentuar para se ta dëgjoja nga ty, ndihem shumë e vakët këto ditë e para të vitit, por jam e qetë, di që do rizgjem gradualisht, patjetër, nuk është ky momenti që ne të shkëlqejmë, domethënë çdo shkëlqesh nga brenda jashtë, domethënë është si natyra. Domethënë fakti që pemët janë pa gjethe, nuk ka lule, nuk ka, duket pak si shkretë të tjerë, nuk do të thotë që në Mars nuk do shkëlqej, nuk do çeli, nuk do kthehet gjithçka në dritë, në ngjyra, do kthehet. E njëjta gjë dhe me ne, duhet ta nisim nga brenda jashtë. Prandaj unë them lumsi ata që punojnë në janar me veten, me brendësinë e tyre, me brendësinë e tyre. Brendësia jote është kryesorja, as biznesi, as puna, as ëndrat për të ardhmen, mos më keq kupto, këto janë të rëndësishme. Po kur ti nuk punon me vete, nuk mund të zvarritesh një vit më shumë, mjaft, sepse egoja të thotë, jo se duhet të punosh, jo se financa, mjaft. Është momenti që unë të kthem te vetja, është momenti që unë të pastroj veten time, që çdo gjë që ndërtohet shumë të rrjedhi me natyrën, të ndërtohet në mënyrë shumë të natyrshme, jo të sforcuar. Dhe për të arritur këtë gjë duhet dikush që ka punuar me veten para teje të ta tregoj rrugën. Fatmirësisht, her pas here gjatë jetës e kam lënë egon time të vdesi, edhe mbrëm kam bërë një reflektim shumë të thellë deri vonë, sepse është shumë e rëndësishme që mos të bien pre egos, mos të bien pre roleve që egoja na ofron, mos të bien pre e imazhit të vetes son, që jemi mësuar ta shikojmë gjithë jetën ose që të tjerët shikojnë te ne. Është shumë e nevojshme ta lejojmë veten që ne të ndryshojmë. Kaq, kjo është shumë e rëndësishme. Ndryshimi, çdo gjë që lëviz, çdo gjë që ecën, që qarkullon, është e sigurt që do arrijë suksesin në jetë, sepse po ecën me ritmin e universit. Universi nuk është diçka stabile e pandryshueshme. Është një lëvizje të vazhdueshme, në evolim të vazhdueshëm. Kush jemi unë dhe ti që të rrim të njëjtë të gjithë jetën? Kush jemi? Sepse kam thënë shpesh atë shprehje, ne nuk jemi pemë, edhe pema ndryshon. Kështu që ata që duan të ecin bashkë me mua në një rrugtim të tillë, do jemi live këtu në Instagram në orën 9:30 çdo ditë, nga e hëna deri në të shtunën, ditën e diet pushim. Do jemi shumë konsistent, shumë të disiplinuar, që nga unë e para kam bërë ca ditë pushime që më kanë shijuar në maksimum. Dola nga i roli Jonës si Instagramit, si mentore, u ktheva 100% ajo Jona, zërë se s'kisha Instagram fare, dhe kam shijuar në maksimum, kështu që më duhet të rikthehem. Edhe rikthemi është sot. Kaq. Vazhdojmë ecim para, përmbushim misionin. Unë jam një stacion drite, unë e kam bërë këtë rrugë më përpara, kam shumë për të ndarë me njerëzit, kam shumë dashuri, kam shumë dritë, po kam shumë njohuri mbi të gjitha, kam shumë eksperiencë jete, dhe patjetër që do jem këtu dhe do ndaj me të gjithë ata që duan të punojnë me veten. Edhe Etiko, po fillon të punoj me veten këtë periudhë, dhe jam shumë krenare për të, dhe sidomos në aspektin profesional. E kam marrë shumë seriozisht. Shpresoj të na bashkohesh në live-et në vazhdim. Sepse ke shumë për të treguar. Është shumë e bukur, shumë e bukur kjo mënyra se si ne njerëzit jemi si plastelin, domethënë roli që kisha unë dje ose par dje, ke parasysh si shafare kjo Jona. Dhe unë i thash vetes, ti nga data kaq në kaq do jesh në këtë rol, harroj Instagramin, harroj çdo gjë. Dhe kur të futesh në rolin që je mentore, harro gjërat e tjera. E po të më shikoj e dje mua, me ato flokët, futu në zyrë sistema, futu në shtëpi, bëj gati këmishat, bëj gati çdo gjë, bloqet e shënimeve, leksione, gjithçka. Ose kur ishim në Tiranë, pi alkool, çfarë s'kemi bërë? Unë piva në fakt, s'ke pirë. Një dëshoj maksimumin. Nëse është në punë, shioja e punën, nëse në shtëpi, shioja shtëpi. Është ide.
kjo është ideja, po kur je si unë, që e ke mendjen shumë zjarr, edhe e ke zjarrin këtu, që s'të lë të thot, jepi, krijo, çfarë ti bësh? Do krijosh. Prandaj u futa te ky roli. Vazhdojmë, ë? Shikoj, jemi të përgjumur edhe ne, kemi kaluar një grip, po nuk e di si kam kaluar atë gripin, domethënë me festa, me njerëz, me ushqimin jam mbajtur mirë, domethënë ushqime të shëndetshme, përveç se kam pirë alkool një ditë, edhe i vojta pasoja, se isha me dhimbje koke, edhe kam ngrënë ëmbëlsira. Po tani jam duke pastruar. Sa baklava hëngër? Jo, baklava s'hëngra fare. 2 copa hëngër baklava. Unë po hëngrëm te daja, ne. Jo sheqer parë, si quhet ajo? Më varja, mos ma kujtosen për ziet kur e kujtoj. Gjithaj sheqer. Tani jam duke pastruar sheqerin nga trupi. Po s'ndiem në faj më, e shijova. Ama tani do kthehem te jona e vërtet kush jam. Sepse ai versioni jonës është hajde për një fest, një mbledhje familjare, po tani jo. Tani rikthehemi te helmi, pa sheqer. Faleminderit shumë. Dezi, faleminderit edhe për ty dhe familjen tënde. Anisa, faleminderit. Edhe një ndër gjërat ndryshe që do bëj këtë vit, se më thot Anisa të shkon buskuqi. Një ndër gjërat që do bëj ndryshe këtë vit është që do jem më shumë në energjinë time femërore, do i kushtoj pak më shumë kohë dhe rëndësi vetes time, pamjes time, sepse pamja është shumë e rëndësishme, imazhi që ti krijon, ti i kushton kohë vetes tënde, thua 5 minuta para pasqyrës, do kujdesem për veten time, i jep sinjalin universit që unë jam e rëndësishme dhe njerëzit të trajtojnë shumë me rëndësi dhe Zoti të trajton me rëndësi, të sjell njerëz, të sjell mundësi, të sjell pasuri, të sjell çdo gjë që ta do zemra, prandaj nis çdo gjë nga vetja jonë. Por sidomos nga brenda jashtë, shkëlqimi vjen nga brenda jashtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që punojmë pak me veten. Tani sa është ora? Tani u këndëçojmë. Shkojmë aty te ai vendi që kam të lënë atë porosin dhe mbarim vajzën. Kaq. Jemi gati? Nesër, 9:30, jemi këtu me blok shënimesh, me Stilolaps, shumë ujë për hidratim. Do pim kafen e mëngjesit bashk, ose çaj, çfarë do doni ose kakao. Dhe do fillojmë punën. Konkretisht nesër, për çfarë do flasim, do bëj story. Çdo mbasditë do bëj story dhe do them nesër ora kaq kemi këtë për mbajtje të live-it. Prandaj mos e humbisni, janë leksione. Janë leksione, normalisht dhe reflektime momenti, edhe bisedat e momentit, edhe pyetje që mund të më drejtoni ju ose mund të më drejtoj Edi. Kam shumë pyetje të asku të fundit që kam bërë që nuk ju kam kthyer përgjigje, ndoshta ju përgjigjem gjatë live-eve, kështu që do shihemi të premte të shtunë, të dielën pushim dhe rikthehemi sërish të hënën. Për studentët e trajnimit për te limiteve njerëzore dhe menaxhoanktin, frikën dhe mendimet negative, janë 2 trajnimet që fillojnë 14 dhe 18, të gjithë ju që jeni regjistruar, sepse grupet pothuajse janë plotësuar. Seanca do i fillojmë javën tjetër, sepse e di që po shkruani te WhatsApp-i kur do fillojmë, e di që me zi u pritet, por javën tjetër fillojmë seancat. Kështu që rrini të qetë, do bëjmë seancat individuale të prezantimit dhe pastaj fillon punën konkretisht me të gjitha ushtrimet, teknikat, leksionet që janë të profilit yt në website e jonacademy.com. Kështu që rrini të qetë, javën tjetër fillojmë seanca. Kështu grupi. Faleminderit që ishit këtu. Jam shumë mirënjohëse për këtë vit të ri, jam shumë mirënjohëse për këtë energji të re. Jemi në përmirësim, na ka dhënë Zoti mundësinë që të përmirësohemi. Pse jo? Pse jo mos jemi një version, jemi vetvetja, një version më i vërtet, më të qetë, në paqe me veten, të krijojmë pa mbi mendim, pa e gjykuar veten, pa e kritikuar veten. Ashtu si jemi vetvetja, të guxojmë, të rrezikojmë, të guxojmë, të dështojmë, të guxojmë, të provojmë. Kjo është jeta fundja, sa ta mendojmë në 2-3 herë iku jeta. Shumë dashuri për të gjithë. Bekime, një vit sa më të mbar, sa më shumë shëndet, sa më shumë guxim për të qenë vetvetja dhe paratë dhe pasuria do vite ty. Kur ti je vetvetja, pasuria vjen te ty. Dhe sa më shumë lidhje me Zotin, besim te Zoti, të rikthehemi besimit te Zoti, se shumë nga ne e kanë harruar që ekziston Zoti aty. Shumë gjëra i kemi në dorë, po dhe shumë gjëra janë aty të planifikuara, prandaj besim te plani që Zoti ka bërë për mua dhe për ty në këtë tokë, që vërtet po ndodh më e mira dhe do ndodhi më e mira dhe do vi vetëm bekime në këtë jetë. E mbyllim për sot. Një ditë të mbarë në vazhdim dhe shihemi nesër në orën 9:30. Por qëndroni aktiv te grupet e WhatsApp-it dhe qëndroni aktiv në story.
Edhe diçka, ta mbyll me komentin e Lirës. Lori thot je dashuri Lori për qafime. Lira thot, e çfarë do marrin nga ty ata student, ti të mban gjithmonë në dritë, nuk duhet të përtojnë të jenë studentët e ty gjithë jetën. Suksese për të gjithë. Faleminderit Lira për vlerësimin. Faleminderit që je ende këtu. Edhe të gjithë ata që besuan, te drita, te puna ime dhe te vlerësimet që ju shikoni vlerësimet që bën nga studentët e tjerë që kanë qenë para jush edhe i besuat ato vlerësime. Dhe ata njerëz janë konkretisht është Lira, është Lori, janë shumë persona që janë këtu në live, që janë njerëz real që e kanë ndryshuar jetën. Por do jem edhe sot me këtë energjinë e qetë. Nesër do shkundemi pak. Nesër fillojmë punën me veten. Kalofshi mirë.